Në zemër të Shkodrës, turistë vendas dhe nga e gjithë bota kanë mundësi të njihen me një prej përjullave më të errta të Shqipërisë përmes Muzeut Vendi Dëshmisë dhe Kujtesës, i ngritur për të ruajtur dhe dokumentuar përsekutimin politik gjatë regjimit komunist. Vit pas viti, ai ka nxitur kurreshjen e vizitorëve për të njohur nga afër me një prej burgjeve që ekzistonte në mes të qytetit, e ku sot çelit, dokumentet dhe objektet brenda tij janë një dëshmi edhe për brezin e ri. Një trend me rreth 20% i rritjes së vizitorëve në muze, dhe kjo bën që edhe ne në një farë mënyrë të jemi të lumtur patjetër për të gjë, sepse dëshmon për punën e përditshme në muze, për aktivitetet e përditshme në muze dhe interesin patjetër që kanë të huajt, sidomos karshik kësaj periudhe historike të cilën ne e trajtojmë këtu. Për sa i përket të huajve, ato grupe turistësh që ne kemi të shumtë dhe në një farë mënyrë të rregull, duhet të thënë, në muze janë ato që vijnë nga Italia dhe kryesisht nga Polonia. Këto janë dy grupet kryesore të cilët kemi të paktën 3-4 vite që i presim në mënyrë konstante dhe në mënyrë të rregullt në muze. Po ashtu pastaj ka vizitorë turistë nga e gjithë bota, tashmë Shkodra është një destinacion i cili tërheq shumë turistët dhe muzeu si një nga ofertat më të mira kulturore, historike dhe të trashëgimisë tonë identitare. Vizitorët lokal janë të kënaqshëm, por ne pretendojmë gjithmonë më shumë. Pra, vetë qytetarët e Shkodrës duhet ta kenë atë kurajun ndoshta, sepse bëhet fjalë për një periudhë historike të vështirë të së kaluarës sonë, të shekullit të kaluar, dhe nuk është shumë e thjeshtë për njerëzit të përballen me të. Por ajo çfarë ne vëmë re gjatë stinës së verës, pra gjatë sezonit, është që shumë shqiptarë që jetojnë në diasporë, jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, kur kthehen bëjnë një vizitë në muze duke sjellë fëmijët e tyre. Një nga thirrjet e drejtuesve të muzeut është që të rinjtë të njihen me këtë periudhë, ta vizitojnë këtë muze, si dhe familje që kanë patur të afërm të arrestuar dhe të dënuar, ta pasurojnë muzeun me objektet e trashëguara prej tyre. Ne patjetër që si institucion bëjmë pjesën tonë, atë për të cilën ne na takon pastaj normalisht janë dhe institucionet e tjera të cilat janë institucione shtetërore të cilat duhet të kenë një plan kombëtar së pari për trajtimin si duhet të kësaj periudhe historike e cila pastaj implementohet në për le të themi në lokalitete të ndryshme, pra pastaj në për qytete. Shkodra ka një traditë të mirë në këtë drejtim, ne duhet të thënë jemi shumë kënaqur sepse shkollat e qytetit e vizitojnë në mënyrë periodike, në mënyrë të rregullt, kjo fal angazhimit që ka edhe drejtoria zyra rajonale arsimore në Shkodër, por edhe mësuesit e historisë të shkollave të qytetit për të sjellë pra nxënësit e tyre në vizitë në këtë muze, po ashtu dhe projektet e ndryshme edukative që ne ofrojmë në bashkëpunim me nxënësit, bashkëpunim me mësuesit e historisë, por ajo që do të ishte ndoshta në një farë mënyrë jo risi, po tjetër edhe diçka që ja vlen të shtohet është edhe trajnimi i mësuesave, sepse ka shumë mësuesa tashmë të cilët janë mësuesa të brezit të ri, që normalisht ato pavarësisht njohurive të tyre shkencuar edhe dijeve të tyre kanë nevojë edhe ato të kenë një përqasje të kujdesshme me këtë periudhë historike në mënyrë që ato pastaj ta transmetojnë në brezin e ri. I hapur në vitin 2012, Vendi Dëshmisë dhe Kujtesës u ngrit në ish-burgun e ish-degës së brendshme të Shkodrës, ku mbajtën të burgosur dhe u torturuan gjatë hetuesisë të burgosurit politik.